Kosovës dhe kishte pjesëmarrës edhe nga Shqipëria, edhe nga Maqedonia, edhe nga Kosova. Kështu bashkërisht arritëm që të bëjmë një haprim drejt vënies së gjërave në vend të vet. Kur fola pak më lart për ndoshta incidentet, po. Mëse më hiku kjo, sigurisht që establishmenti politik Maqedon apo partia qeverisëse ka edhe një jargon pak edhe si anti-shqiptar, e cila gjithmonë tundohet në aspektin e jargonit të tyre duke e rrit rejtingun e saj tek populacioni Maqedon, ashtu sa ma ashpër që flet ndaj shqiptarëve, ajo e rrit rejtingun, dhe si prej e këtij rezultati të rritjes rejtingut, ajo po mban do qëndrime jo bashkohore, jo të mira, sa i përket aktiviteteve dhe aktivitetit fundit, që është protesta e Shkupit të shtunën, në ora 1. Unë shpresoj që Mickovski dhe partia e tij të kalojnë paragjykimet, për arsye se shqiptarët nuk janë etnitet i mos përfillshëm më, për arsye se vetëm në Republikën e Maqedonisë janë mbi 30%. Ata morin pjesë në aktivitete ekonomike, ata morin pjesë në... Që ka rënë numri, se në mos gaboj, dikur ju keni thënë 40 apo gabohem? Jo, do me thonë numri, nëse bëjmë një regjistrim, bëjmë një regjistrim e cili do të ishte ma stimulus në aspektin e paraqitjes njerëzve që i kemi në diasporë, ne i afrohemi dikun 20%, për arsye se nga viti 1981 deri tani në 2025, përqindja e lindshmërive të shqiptarëve në Maqedoni, statistikisht, flasin statistikat, është mbi 35, 33, 36, 37% e lindshmërive janë shqiptarë në Republikën e Maqedonisë. Dhe në bazë këtyre statistikave, shqiptarët tani duhet të jenë 40%. Mirë po, falë mos një korekcie në aspektin e metodologjisë së numrimit apo të evidentimit statistikave që bëhet regjistrimi i popullsisë, ne sikur pësojmë, por edhe numri 30% është një numër kredibil që duhet tek faktori Maqedon të konsiderohet si numër shtetformues kredibil që jep çdo ditë kontribut në mbajtjen gjallë të këtij shteti që është Maqedonia e Veriut. Pak më parë kur ju pyeta për incidentet ndoshta të mundshme apo tensione, kisha parasysh faktin që në mos gaboj këtë verë apo verën e kaluar, një prej ish qytetarëve të UÇK-s u ndalua në Maqedoni, u arrestua si pasojë një urdhër arresti të lëshuar nga Serbia për atë vjetër. Ndoshta mund të kemi raste të tilla nëse nga Kosova do vinë në protestë në këtë rast apo? Realisht Maqedonët mundohen, domethënë sistemi i politikave të sigurisë që bëhet kontrolli i kufive, mund të evidentoj ushtarë të UÇK-s që i kërkon për shembull shteti serb. Maqedonia është e detyruar të përgjigjet atij sistemi, edhe ndonjëherë edhe i ndalon disa ushtarë të UÇK-s si rezultat i kërkesave që i ka Republika e Serbisë për ish ushtarët të ushtrisë ligjëtare të Kosovës. Mirë po, unë besoj që kontaktet e Prishtinës zyrtare me Shkupin zyrtar duhet t'i amortizojnë këto kërkesat të Serbisë në aspektin e keqpërdorimit të një sistemi që quhet Interpol, edhe të i krijoj skemat stabilizuese në këtë drejtim që mos të kemi raste që mo të ndalohen ish ushtarët të UÇK-s vetëm për teket të Serbisë. Serbia ishte ajo që bëri gjenocid, Serbia ishte ajo që bëri krime lufte, Serbia ishte ajo që u merrte me popullsinë civile e jo me uniformën, edhe ata janë njerëz që duhet të hetohen në vazhdimsi për të bëma të tyre. Ushtria shqiptare e Kosovës, po çdo ushtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës nuk ka bërë bëma të tyre. Mirë po nëse kthehemi te motivet e protestës. Motivet e protestës janë humane. Për arsye se ushtria shqiptare e Kosovës ishte
aleate e perëndimit në aspektin e funksionalitetit dhe në aspektin e ideologjisë. Për arsye se veprimtaria e ushtrisë shërbimtare ishte një veprimtari e vërjes së gjërave në vend të vet, edhe dhënien e mandatit, do me thonë, popullatës lokale. Ushtria shërbimtare e Kosovës me veprimtarinë e vet i u tha me kohë ndikimeve ruse, ndikimeve kineze, ndikimeve të cilët e çmontonin demokracinë, nuk e mobilonin. Pra, karakteri humanitar i ushtrisë shërbimtare të Kosovës është përtej shumë dimensioneve nga të cilët kalkulohet. Ju i pat vetë edhe eksponentët amerikanë të cilët ishin në mbrojtje të procesit të Hagës në Hagë, siç ishte James Rubin, apo ambasadori Hill, apo Wesley Clark, generali i shquar i amerikan. Se me sa bindshmëri dhe me sa pikat forta mbronin Ushtrinë Shërbimtare të Kosovës si një organizatë e cila për qëllim kishte vetëm si ta largojnë soldateskën e Miloševićit, i cili ka përdor metoda jo humane, si gjatë luftës, po edhe gjatë procesit të arritjeve të qëllimeve politike të tij, që ti vras të gjithë shqiptarët, që ai pastaj ta merr territorin e Kosovës. Por zoti Martoni, ndjes se ju ndërpreva